Mishe Thua me Nedin dhe Joridën. Përshëndetje dhe mirë se erdhe në podcastin Mishe Thua, podcasti ku flasim për martesën, për familjen dhe për jetën së bashku. Unë jam Nedi dhe kjo është Jorida dhe jemi shumë të gëzuar që jemi përsëri bashkë me ju. Jorid, si ishte java e martesës për ty? Në fakt java e martesës për mua ishte mirë për mua personalisht, sepse më da një rikujtim që duhet të mendoj si jemi duke ecur së bashku ne të dy, si është martesa jonë, çfarë janë gjërat që janë të mira, por edhe çfarë janë ato gjërat që do shta duhet të bëjmë qik ndryshime, të bëhet edhe më mirë. Edhe prandaj për mua javën e martesës është si një kujtim, një kujtesë për të dalo edhe mendo. Po për ty? Për mua, java e martesës ishte një kohë shumë intensiv, por shumë e bukur, më pëlqeu shumë. Kishim evente, kishim disa gjëra në media, edhe kishim lançimin e podcastit, Mishe Thua. Po. Edhe kështu u lodhëm pak, por u stresuam pak. Por jam shumë mirënjohës dhe shumë i lumtur që patëm mundësi ta bëjmë këtë gjë bashk. Po. Është kënaqësi kur punojmë bashkë, edhe pse është pak stres. Ne gjatë javës së martesës folëm për vitaminat për martesën tuaj, edhe sfida jonë tani është të vazhdojmë të praktikojmë këto gjëra të vogla që forcojnë martesën tonë. Po. Kështu e kemi sfidë ne, edhe ndoshta e keni marrë ju sfidën për vitaminat për martesën. Po, do është ajo idea që edhe folem pak që duhet të jetë një stil jetese, nuk është vetëm një gjë që ne bëjmë një herë. Ja mora gjithë vitaminet për gjithë jetën time, sepse zakonisht nuk e bëjmë ashtu, po jo. Ne marrim ditë për ditë për të forcuar marrëdhënien ose për të forcuar trupin, edhe për të forcuar marrëdhënien midis ne. Kështu le të vazhdojmë të marrim ato vitamina. Po. Edhe të kujtojmë pse i tham po njëri tjetrit atëherë. Çfarë na tërhoqi tek njëri tjetrin, edhe të kujtojmë që martesa është një institucion fantastik. Po. Dhe ja vlen të investojmë në të. Po. Kështu, kjo ishte java e martesës për tani, po fillojmë diçka të re, edhe ndoshta je duke menduar, por ata të dy të huaj, ç'ne që janë duke përpjekur të na mësojmë neve shqiptarët për martesën, për familjen, a e din ata gjë? Tani ne mendojmë që kemi qik provojën në jetë, por përpara që të shkojmë atje, për shkak që ishim aq të sën javën e kaluar, ndoshta nuk kemi bërë një prezantim tamam, edhe mendova, pse mos tregojmë qik për kush jemi ne? Ne di kush je ti? Kush jam? Në fakt kam kaluar më shumë se gjysmë e jetës këtu në Shqipëri. Kështu jam gjysmë shqiptar, jam gjysmë vlonjat në fakt. Por jam rritur në Chicago, në një familje krejt normale, do të thosha. Ne luanim sport, ne kishim shumë qejf camping, neve edhe ishim një familje që bëm shumë zhurmë, ziheshim shumë me njëri tjetrin, ne fëmijët, edhe pse shkuam në kish, kishim mjaft probleme, unë them, por probleme normale. Edhe unë isha në një vijë të zakonshëm, shkollë, studime, aktivitete, dhe pastaj me ide një karrierë. Por Zoti kishte një plan tjetër. Edhe nuk s'kisha ide fare, nuk imagjinoja dot çfarë ai kishte për mua, por jam këtu në Shqipëri, edhe mund të tregojmë pak më shumë, pak më vonë. Po, do shta do një rëshmi që ne nuk i dim çfarë po na vjen në jetë. Si Jorida jam rritur në një ishull shumë e vogël në veri të Norvegjisë. Kam 3 vlesër edhe një motër. Jam me 4 nga 5 fëmijë. Babi ishte peshkatar. Kemi jetuar një jetë shumë e thjeshtë. Do shta kur njeri si thonë, je norvegjese, je shumë e pasur. Jo, s'kemi patur as banjo brenda shtëpisë. Po jemi rritur shumë mirë, sepse prindrit kanë dashur me gjithë mundësit që kanë pasur, apo jo, që ka qenë bekim. Pastaj unë kam ardhur në Shqipëri në 93 që edhe unë me shumë si gjysma e jetës time kam jetuar këtu në Shqipëri.
edhe jam shumë mirënjohës që kam pasur këto mundësi. Kam ardhur në Shqipëri, kam rënë në dashuri me shqiptarët, kam rënë në dashuri me Shqipërinë si vend, kam rënë në dashuri me një Amerikan që takova në Vlorë, sot i në ka bashkuar atje dhe është privilegj dhe mon që jemi këtu. Edhe tani ne mendojmë që duam të japim diçka prap juve, për shkak që ju na keni lejuar të jemi pjesë e vendit tuaj, duam të pagojmë, të shlyem çik borxhin që Shqipëria na ka bashkuar. Por pse na pëlqejmë aq shumë të flasim për martesën, Edi? E vërtet e kemi pasion martesën. Edhe në fakt kur ne u martuam në 94 edhe filluam të jetojmë bashk, ishim shumë të lumtur, shumë të emocionuar, kishim një vizion shumë të madh, erdhëm prapë në Shqipëri, me dëshirë për të bekuar këtë vend edhe për të mësuar gjithashtu, por në atë kohë kuptuam shumë shpejt që ishim shumë të ndryshëm nga njëri tjetrin. Kishim personalitete të ndryshme, flisnim gjuhë të ndryshme, gjini të ndryshme, menduam ndryshe, shumë gjëra të ndryshëm nga njëri tjetrit. Edhe pse ishte bukur, kujtuam që edhe kuptuam që jeta ishte pak më sfiduese se menduam. Nuk ishte fush me lule? Nuk ishte fush me lule. Gjithë këto gjëra e dinim, por nuk e kuptuam se si do të ndikonte martesën tonë dhe jetën tonë së bashku këto ndryshime. Po, në fakt, janë shumë gjëra që bën që jeta mund të jetë sfiduese. Tani në 99, në Vlorë, me 2 fëmijë të vegjël, donjëherë pa drita, pa ujë, jeta ishte çik sfiduese për neve. Edhe ndoshta unë më shumë fillova të ankohesha shumë, thosha nuk dua të jem me këtu. Ishte sapo kishim kaluar ajo krisa e kosovarëve, ndoshta ajo krizë na çoi edhe neve çik në krizë midis neve. Po. Sepse realiteti ishte që nuk ishim aqte, se pak unë nuk isha aqe kënaqur me. Isha duke ankuar për shumë gjëra, thosha dua të iki nga Shqipëria, sepse isha edhe shtatsan për herë të tretë, dhe thosha nuk jetoj dot me 3 fëmijë të vegjël, aq larg familjes time. Por sot i kishte planet shumë të bukura, edhe nga ajo krisa, sepse realitetin është që shumë kur ne jemi duke kaluar vështirësinë e jetë, kjo mund të çojë përpara. Mund të mësojmë gjëra të reja, edhe kjo ishte ajo gjë që bënte që ne filluam të mendojmë, mirë, ndoshta duhet të ndryshojmë çik ecjen tonë, ndoshta janë gjëra që ne duhet të bëjmë çik ndryshe. Edhe kjo na ka çuar tek ajo gjë që kemi filluar duke punuar me familjen, me martesat, sepse ne vetë kishim shumë nevojë. Po, nga nevoja vetë, por edhe nga kuptimi që familja është kaq e rëndësishme, edhe nëse nuk punojmë me këtë vetë, edhe nëse të tjerë nuk e punojnë me familjet e tyre, do të ketë probleme. Po. Edhe familja është çelësi për një jetë të shëndetshme, por edhe për gjithë shoqërinë. Po. Por tani, pse jemi duke bërë një podcast? Pse duhet njerëzit të dëgjojnë podcastin ton? Mish e tua, edhe kemi quajtur mish e tua, kemi menduar shumë për këtë emër, edhe menduam që ky emër e përfaqëson mirë dëshirën që kemi për këtë podcast. Dhe imazhi vet ka shumë kuptim për ne. 2 gjëra, mishin edhe thojnë që janë bashkuar kaq shumë, edhe nuk ndahen dot, edhe nëse ndahen ka dhimbje dhe ka dëmtime serioze. Kështu na pëlqen këtë imazh sepse dëshirojmë të inkrojojmë njerëzit të investojnë në martesë dhe të formojnë një lidhje shumë të fortë. Martesa është krijuar si këtë imazh për unitetin, për besnikërinë, për bashkëpunim, siç e shohim me mishën tua. Edhe kur unë mendoj për mishën tua edhe për martesën tonë, them ku do të shkoj pa ty, Judit? Po, ti do ishte humbur pa mua, apo jo? Ku do të shkoj sepse jemi pjesë e njëri tjetrit. Po. Me të vërtet jemi bashkuar në mënyrë shumë të fortë, në mënyrë shumë intime. Dhe siç thot në Bibël, 2 njerëz bëhen një mish i vetëm. Kjo është një bashkim hynor në fakt.
është një lidhje, martesa është një lidhje hynore, do thosha. Edhe është e bukur, edhe ne patjetër kemi parë që familja shqiptare ka këto vlera, po jo. Prandaj na është tërhequr gjatë viteve kur shikojmë shqiptarët me familjen, por ne duam që familjet jo vetëm të jenë mirë, jo vetëm të bjetojnë, sepse do shta do njerë ne arim në një pikë dhe e shtym jetën, të jenë mirë fëmijët. Jo, por edhe ne duam të jemi mirë, edhe ne duam të lullësojmë, apo jo, të vazhdojmë, të mos gjellemi të kinaqur me aqë. Edhe një gjë që kam kuptuar gjithë vitve, edhe është një fjalë që do shta unë në kulturën time nuk kam të gjuar aqë shpesh, beslidja. Wow, kjo është një fjalë shumë domethënëse, edhe kjo është një fjalë që ne duam të flasim edhe me shumë me vonë. Çfarë është një beslidje? Prandaj ne ju falenderojmë që po bëni pjesë ato udhëtimin tonë dhe shpresojmë që bashk mund të mësojmë gjërat, si mund të forcojmë martesën tonë, si mund të forcojmë familjen tonë, çfarë mund të bëjmë, edhe duam që me vërtet të ju inkurajoni, të vazhdoni të investoni në martesën tuaj, sepse ashtu si ju thoni si shqiptar, familja është e shenjtë, edhe ne besojmë shumë fort këto gjë. Po, edhe duam edhe që të kultivojmë një kulturë ose një stil jete që vetë Perëndia është në qendër, sepse ai është i shenjtë, edhe ai na bën neve të shenjtë. Edhe ai shenjtëron edhe lidhjen tonë, martesën tonë. Kështu e kemi një vlerë shumë fort në zemër, familja është e shenjtë, për mendimin e tij do ecim përpara, do mësojmë gjëra të reja, do rritemi së bashku. Por ndoshta nuk e di nëse ti ke marrë patentën, por unë mbaj mend kur unë mora patentën, nuk është që vajta dhe thjesht regjistrova dhe mora patent. Firmose? Jo, nuk ishte thjesht firma, por kërkonin një kurs, që unë të kisha plotësuar një kurs, edhe të kisha bërë gjitha kriteret, edhe kisha njohuri edhe aftësi për të drejtuar këtë makinë. Zakonisht nuk mendojmë që edhe martesa është mirë të kemi një kurs, sepse nëse hyn në martesë, ashtu si që hyn në makinë pa përgatitur, edhe ti nuk di rregullat, dhe ti nuk di si qarkullon trafikun, edhe ti nuk di si funksionon makina, do të kesh probleme, do të bësh gërviqje, edhe ndoshta edhe përplasje dhe gërviqje në martesën tonë, ndoshta ti ke bërë vetë, por lajmi mirë është që nuk është vonë të bëjmë një kurs ose të bëjmë një trajnim, se mësojmë ca aftësi të reja, që të evitojmë këto përplasjet edhe të mos bëjmë gërviqjet që bëjnë dëm shumë. Jeta ka ato gjëra, janë të pa evitueshme, por është mirë të bëjmë një kurs. Edhe kështu është mirë të flasim për këto gjëra. Po, të flasim së bashku, edhe të mësojmë së bashku, që të kemi një martesë të shkëlqyer, një martesë që me të vërtetë është bekim për ne edhe për të tjerët. Po. Tani jemi duke folur për neve qik. Edhe shumë herë njerëzit me pyesin, o ju rida të pëlqen Shqipërinë? Unë them, po, patjetër me pëlqen Shqipëria. Unë nuk kam jetuar këtu për 33 vite pa dëshirë. Nuk jam e detyruar të jetoj këtu. Në fakt, kur kam ardhur në 93-shi, kam rënë në dashuri me Shqipërinë. Me pëlqen jeta këtu. Me pëlqen që njerëzit kanë kohë për njëri tjetrin. Prandaj të gjithë kafenet janë mbushur me njerëz, nga 6 të mëngjesi deri 11 të darkës, sepse njerëzit gjejnë kohë për njëri tjetrin. Kjo është një gjë që më pëlqen. Njerëzit janë kurioz, themon. Edhe me shumë kur ne erdhëm në 93-shi, të gjithë kishin shumë pyetje për neve. Por më pëlqen këto gjë me ju shqiptarit që pyesni. Flisni edhe pyesni, por si e ke burin, si e ke mamin, si e ke babin, gjithmonë me pyetje, edhe kjo është një gjë që më pëlqen. Doshta janë gjëra që me vërtet kemi mësuar gjatë vitëve që e vlerësojmë shumë, edhe duam që të rikujtojmë njerëzit për këto vlerat. Por për ty, çfarë janë ato gjërat që ti gjatë vitëve ke menduar që po kemi humbur çik ato vlerat që kishim përpara? Po edhe unë kur erdha në të njëjtën kohë që Juri da erdhi,
më bëri shumë përshtypje që shqiptarët ishin shumë miqësor, edhe më ndronin shumë, por pyetje që më bënin që më çuditi më shumë, ishte kur takova njeri dhe ai tha, kujt je ti? Edhe thash, çfarë është kjo pyetje? Po, çuditshme. Se kuptova, kujt je ti? Por me kohë, pak nga pak, kuptova sa e rëndësishme ishin ato lidhjet familjar Po, me vërtet. në kulturën shqiptare. Sa e rëndësishme është që të kuptojmë që jam pjesë e diçka më të madhe. Edhe kjo është e vërtet edhe për martesën gjithashtu. Kjo lidhje familjar është shumë e rëndësishme, por më vjen keq që të them që kjo vlerë në Shqipëri po zbehet. Edhe prandaj miqet tua duam të lartësojmë këto vlerat, edhe të flasim për këto, që të kemi martesa të mira dhe të forta. Po, në fakt kur ne erdhëm në 93-shi, nuk ishte që njerëzit kishin shumë gjëra, ishte varfëri, por dyert gjithmonë ishin të hapura, kishte një mikpritje, kishte një mirësi midis njerëzit, edhe kjo është një gjë që në fakt mua më mungon. Kur ishim në Vlorë, nëse më mungon të një vezë, unë vetëm vajta tek shtëpia e Elës edhe kërkova, a ke një vezë tepër? Tani nuk bëjmë këto gjëra, ndoshta edhe kemi dyqanin poshtë që nuk kemi nevojë. Por edhe mikpritja ishte vajtëm për visita, edhe kjo më mungon pak, por tani kemi kafja, por kafja nuk e shfrytëson ato mikpritje në shtëpi. Që janë disa gjëra që unë si Jurida do të doja që ishte ndryshe, që ishte pak njësoj si atëherë. Mua me mungon edhe kafe turke do njëherë, sepse është rrallë që gjejmë kafe turke. Por, mendoj që edhe jeta ka ecur përpara, edhe janë edhe gjëra të mira që ndryshimet të mira që kanë ndodhur gjatë këto 30 vitet. Por tani të kthehemi pak. Për podcastin, mund të na shkruani njerëzit për me pyetje? Në fakt ishte shumë fantastike, nëse keni pyetje, nëse keni komente për të bërë, do ishim shumë të lumtur për komente dhe pyetje. Gjatë këtyre podcasteve do flasim për shumë tema të ndryshme, por do të ishte shumë interesant për ne nëse mund të bëni komente poshtë, ose të na shkruani tek miqet tua @martesa.al për çdo pyetje ose çdo temë që ju intereson. Do të na bëhet shumë qefi të flasim bashk edhe të diskutojmë gjëra që ju intereson. Na shkruani edhe do të shihemi përsëri javës që vjen tek miqet tua. Shumë faleminderit që ishit pjesë me neve sot. Mirupafshim. Për të parë çdo episod, mjafton të bëni subscribe në YouTube, në kanalin Miqet Tua.